Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Sot do të përgatisim disa ëmbëlsira të lehta për t'i gatuar, të shpejta, të thjeshta, por me një shije të jetë unike. Do të përgatisim tiramisu, por tiramisut do t'i bëjmë në formë të shportave. Vazhdojmë tani me recetën. Fillimisht, në njën më të madhe, vazhdojmë që të shtojmë biskutat bluara. Në total, do të përdorim 300 gram biskuta bluara. Tani të biskutat, vazhdojmë që të shtojmë 100 gram gjalp të shkrirë. Mund të përdorni edhe margarinë nëse keni dëshirë, por unë preferoj që këtë recetë ta përgatis me gjalp të shkrirë. Dhe 100 ml Nescafe ose espresso. Unë po përdor espresso, por mund përdorni lirisht edhe Nescafe në zis. Në total 100 ml. Vazhdojmë përzihen mirë. Pastaj vazhdoni që masën ta përziheni edhe me duar, kështu do ta kontrolloni më mirë. Duhet të formoni një brumë mesatarisht të butë, njëjtë sikur kur përgatisim bombica. Disa lloje të biskotave din të tërheqen me shumë lagështi, pra bëni kujdes nëse brumi nuk ju është mbledhur kështu top, mund të shtoni edhe pak ujë për ta mbledhur, por pak, mateni me lugë gjelle. Tani marrim një tepsi për muffins dhe poshtë tepsisë shtrojmë nylon foli, duke shtypur mirë që ta merr formën e muffinsave. Tani, në secilën pjesë të muffinsave, vazhdojmë që të shtojmë pak nga brumi që përgatitëm. E shtypim një herë në dorë. Pastaj e vendosim këtu dhe me ndihmën e gishtave e shtypim duke ja dhënë formën e një shporte dhe duke krijuar brenda vend për mbushjen. Tani tepsin me format e përgatitura e vendosim në frigorifer, që të shtrëngohet për 10 minuta, ndërkohë që ne e bëjmë gati edhe krimin për mbushje. Vazhdojmë tani me krimin. Përsëri në njën më të madhe, vazhdojmë dhe shtojmë 250 ml krem pana për ëmbëlsira, por sigurohuni që krimin pana ta keni direkt nga frigoriferi, t'jeti ftoft që t'na bëhet më i mirë. Tek kremi pana, vazhdojmë që shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë tani që ta përzihem me mikser për disa minuta, derisa të formojmë një krem të trashë. Dhe të gjithë e dim se nuk ka tiramisu pa mascarpone. Në total, do të përdorim 250 gram mascarpone. Kur përgatis tiramisu, preferoj që ta përdoj mascarponen, ashtu ju sugjeroj edhe juve, pra mos e përdorni krem djathin. Kjo do t'i jep një shije më unike. Vazhdojmë përzihen me mikser edhe për 2-3 minuta tjera. Dhe krimin e kemi gati. Vazhdojmë tani që ta shtojmë në një qese për ta dekoruar dhe për ta shtuar tani sipër shportave, të cilët kanë pushuar në frigorifer dhe janë shtrënguar mjaftueshëm për ta ruajtur formën. Tani me kremin që e përgatitëm, vazhdojmë të mbushim dhe i dekorojmë shportat. Dhe vazhdojmë që sipër t'i dekorojmë me kakao pluhur.